Një Korintëve kapitulli I parë, rrethtat 18 deri 25, si pasazh me cili do predikoj sot. Dhe fjala e Zotit thotë: sepse fjala e kryqit është marrëzi për ata që humbin, por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndisë. Sepse është shkruar: do të bëj të humbas urtësia e të urtëve, dhe do të azgjësoj mençurinë e të mençur. Ku është I urti? Ku është skrimi? Ku është debatuesi I kësaj epoke? A nuk e bëri të marrë Perëndia urtësinë e kësaj epoke? Sepse duke qenë se nëpërmjet urtësisë edhe një. Sepse duke qenë se nëpërmjet urtësisë së Perëndisë, bota nuk e njohu Perëndinë me urtësinë e vet. Perëndisë I pëlqeu të shpëtojë ata që besojnë nëpërmjet marrëzisë së predikimit. Sepse judejt kërkojnë një shenjë dhe grekët kërkojnë urtësi. Por ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar. Skandal për judejt dhe marrëzi për grekët. Kurse për ata që janë të thirrur, qofshin judej ose grek, predikojnë Krishtin, fuqia e Perëndisë dhe urtësia e Perëndisë. Sepse marrëzia e Perëndisë është më e urtë se njerëzit dhe dobësia e Perëndisë është më e fortë se njerëzit. Amen. Kjo është fjala e Zotit që marrim. Është një nga pasazhet më të jashtëzakonshme, më të fuqishme dhe më të kthjellta. Është në fakt një pasazh që është thuhet, nëse nuk e kemi lexuar herë tjera, mendoj se kush e ka shkruar sot. Në datën 31 maj 2026. Është fiks për sot. Ku është? Më pëlqen shumë. Ku është I urti? Ku është skribi? Ku është debatuesi I kësaj epoke? Edhe pastaj një pyetje tjetër, a nuk e dori të marrë Perëndia urtësinë e kësaj bote? Për çfarë është duke folur apostulli Paul në këtë letër të drejtuar Korintëve, kishës në Korint? Është një kohë ku filozofia është në kulmin e saj. Dhe filozofia, siç e dini, është dashuri për dijen. Bota ishte duke u thelluar shumë, bota antike, bota e lashtë, ishte duke u thelluar shumë në kërkim të logosit. Logosi, për ndryshe fjala ose shkenca, dia, urtësia. Ju e dini, kur flasim për biologji, biologos, shkenca e jetës. Kur flasim për filozofi, filologos, dashuri për dijen, për mençurinë. Edhe gjitha ka që kanë logjia, logos nga prapa, është dia e kujt, për artin, dia për kulturën, dia për inxhinierinë. Logosi për të, logosi për atë. Kur përdoret fjala për fjalën e Perëndisë, përdoret e njëjtit term, logos. Kur përdoret fjala, dhe fjala ishte e para ishte fjala ishte pranë Perëndisë dhe fjala ishte Perëndi, përdoret termi logos. Të njëjta fjalë. Logos, logjika, arsyeja, shkenca. Fjala, sepse pa të nuk mund bëhet asgjë. A mund të ndërtohet një urë pa fjalë? Nuk mund të ndërtohet nëse nuk jepet direktiva, nuk shkruhen direktiva. Fjala është në thelb gjithçka. Në gjuhën shqipe, çdo fjalë është një rrymë. Çdo fjalë është një rrymë. Nga kapriali, pastaj gjithë kuptimi I fjalëve të tjera. Susja, përdetojte. Dhe që do thotë kjo? Që në fakt e gjithë është vërteton edhe një herë fakti që Zoti e ka krijuar për gjithësi përmes fjalës, përmes fuqisë së fjalës, e cila është rrënja për krijimin e gjithçka që shohim.
Në Greqinë e kësaj kohe, apostulli Paul ishte duke i dhënë porësi kishës, e cila ishte me grek ose me pagan, po grekët i referohen dhe paganëve, mund të ishin edhe nga popujt e tjerë, por kryesisht ishin grek dhe judej. Dhe thotë që ju keni një problem e jeni duke kërkuar shumë logosin, arsëtimin, logjikën, filozofinë. Jeni duke përpjekur për ta racionalizuar perëndin, për të dhënë për ta përshkruar perëndin, për ta me një fjali të vetme, për të kërkuar logjikë që është Krishti, por nuk na bën sens, thonë judej, që Krishti mund të perëndia, Jezu Krishti është Zoti, sepse judejt prisnin diçka madhështore siç kishin pritur se lashti. Ato ndërhyrjet e jashtëzakonshme që perëndia kishte bërë që nga Egjipti e këtej. Nga ana tjetër grekët nuk e perceptonin dot. Perëndin kaq të dobët, ata ishin të mbushur me idhujt e tyre, me Zeusin që e lëshon shkretëtima nga frondi i vet, me Apollonin që godet perëndia e diellit që godet me shigjet dhe shkakon gjëmën. Ai kishte të gjitha këto dhe normalisht ishin dhe pjesë të këtyre të filozofisë, të cilat kërkonin që të shpjegojnë në mënyrë të racionalizuar perëndin. E njëjtën gjë, Stephen Hawking, shkencëtari i famshëm i fizikës kuantike, u përpoq të dhënë për ta përshkruar universin, për të dhënë një sentencë elegante, të qartë, dhe për tonë që edhe për përshkruar universin. Dhe vdiq duke mos e bërë të gjë, duke thënë në fund fare që Zoti i ka fshehur aq mirë zaret sa çka mundur të dhënë një përgjegjësi sa. Shkencëtari është zakonisht i madh, ateist, kundra kishës të konës. Kundra kishës, kundra elementit të krishterë, jo se kishte ndonjë urrëtie për këtë gjë, por ai ishte shkencëtar dhe nuk besonte. Ai ishte njësoj si këto Korintas. Dhe kishte në Korint. Po kërkonte logjikën e universit sipas urtësisë së tij, i cili dha goxha shumë shkencës. Por në fund fare arriti në përfundimin që perëndia, të cilën ai ndoshta unë nuk e njoh sa duhet ose si duhet ose kush është, por duhet të jetë krijues në këtë botë që ka rregullon në mbajtjen e rregullsisë të gjithë planetet, të gjithë krijimin. Edhe fizika kuantike është diçka e vetë, unë nuk flas për fizikë kuantike zonë sepse nuk është se kam pasur shumë, por nisur nga ky shkencëtar, jam interesuar. Shumë është një film shumë i bukur që është ndërtuar mbi është Interstellar. Është ndërtuar për mbi edhe mësimet e këtij. Skenaristët kanë marrë shumë nga Stephen Hawking për të ndërtuar një gjë, por ka një gjë shumë biblike filmi brenda. Në fund fare është ndërtuar në mbi 1 Korintas 13. Në fund fare dashuria, është e mbajtur. Ai që e mbajtur, gjatë, gjithësi. Dhe perëndia na thotë të gjë ndihmë që është dashuria, në fund fare është dashuria. Të gjitha këto tre gjëra janë të rëndësishme në fund. Kush janë? Besimi, shpresa, dashuria. Dhe më e rëndësishme nga këto Është dashuria. Dhe perëndia është dashuria. Tani, ajo që duhet përlikoj sot është një skandal. Logosi i kryqëzuar. Ne shikojmë një logos të kryqëzuar. Urtësia, dia, gjithësia, dia gjithësisë, e kryqëzuar në një drum. Në kryqin e Golgotës. Jeruzalemi e shekullit të parë. Dhe këtu shikojmë marrëzinë e Perëndisë nga njëra anë, dhe shikojmë krenarinë e njeriu nga ana tjetër, te ky logos i kryqëzuar. Njeriu ka besuar gjithmonë se problemi kryesor kush është? Problemi kryesor të njeriu gjithmonë në gjitha krajet, në gjitha epokat, është mungesa e informacionit. Po kishin më shumë informacion. Po kishin më shumë urtësi, më shumë dije. Po kishin më shumë libra, më shumë filozofi, po kishin më shumë argumente. Do të bëhesh i kuptuar. Autori disa nga librave më të shitur sot, Harari, ka shkruar një libër Homo Deus, si marrë me famshëm dhe pastaj 20.000 leksione për shekullin e 21. Jep idenë sepse përmes sot ne nuk jemi siç kemi qenë më përpara. Uria zhdu, thotë Harari. Vdekjet absurde që ndodhin më përpara janë zhdukur. Sëmundjet janë drejt zhdukjes.
Dhe kjo nuk ka ardhur sepse as për shkak perëndis, as për shkak të gjë, por për shkak të zhvillimit të njeriu. Për shkak se njeriu ka kërkuar logosin, ka kërkuar dijen, ka kërkuar shkencën. Dhe shkenca është përsosur dhe na i ka dhënë të gjitha këto dhe ne sot jemi shumë mirë. Ne sot jemi shumë më mirë dhe prit nesër po Harari ku nuk do ketë më as edhe një lloj problemi, gjithçka do jetë një parajsë vetë. Por historia njerëzore, do i thoja Harari, tregon diçka krejtësisht frikshme, të ndryshme nga ajo që Harari thotë. Njeriu mund të jetë brillant, dhe prapë jetë i humbur, dhe prapë jetë i rrezikshëm. Shekulli 20 ishte ndoshta shekulli më intelektual, shekulli më arsimuar në histori. Në historinë e njerëzimit deri sot nuk ka pasur shekull që ketë arritur pikun e majas së urtësisë, të shkencës, të filozofisë, dhe ne sot jemi nën produkt i shekullit 20. Brenda vetëm 100 viteve u arrit të zhvillohet në mënyrë të jashtëzakonshme dhe shumë të shpejtë inxhinieria, teknologjia edhe shkenca e gjitha zhanreve dhe llojeve. Matematika arriti pikun, fizika arriti pikun me Albert Einstein me ndarjen e atomit dhe pastaj gjithë kjo i dha zulm, i dha është si puna e prodhimit të celularëve, iPhone apo Samsung, që çdo vit del një ri dhe çdo vit është më i shtrenjtë sepse ka çdo vit gjëra të ndryshme. Kështu ishte shekulli 20. Vazhdimit të teknologjisë u zhvillua shumë. Me zhvillimin e telefonit, pastaj zhvillimin e kompjuterit më vonë, pastaj me perfekcionimin e kompjuterit shumë shpejt. Dhe bëhet fjalë edhe gjëra që ne kemi sot, perëndimi ka pasur shumë kohë përpara. Sot perëndimi është ka gjëra të tjera që ne ndoshta akoma si kemi. Pra, shekulli 20 ishte shekulli më i arsimuar në histori dhe megjithatë, shekulli 20 prodhoi horroret më të mëdha në historinë e njerëzimit. Tmerret më të mëdha në historinë e njerëzimit. Prodhoi bombën atomike, kampet e përqendrimit, prodhoi gulagët këti që janë. Janë bloqe, burgjesh të tjerë të tmerrshme në Siberi, kohën që tonë e Stalinit. Edhe më përpara, po Stalinit. Gulagu i famshëm rus. Një burgje të tmerrshme, torturash, njerëzore, por ishte se do thojmë në fermë, ishte më këthim prapë. Genocide. Pse? A nuk ishe mjaft libra, a nuk ishe mjaft filozofi, as kishe mjaft mirëqenie. Një shkrimtare izraelite, edhe studiuse shumë e madhe, një filozofe të cilën unë e pëlqej shumë, Hannah Arendt, një nga librat e saj, Banaliteti i skeqjes. Përshkruan jep saj. Dhe banaliteti i skeqjes, Hannah Arendt thotë që kjo ndodh sepse është një natyrë njerëzore. Dhe merr si shembull një nga oficerët nazist, Adolf Eichmann, i cili shuhet për idenë e tij, famshme, quhet The Final Solution, zgjidhja përfundimtare për eliminimin total të gjithë hebrejve të Evropës asaj kohe. Ky është ai personi i cili e krijoi si ide. Adolf Eichmann. Dhe gjyqi Nuremberg, i cili bën një film tani me Russell Crowe në rolin e Adolf Eichmann. Gjyqi Nuremberg që dënonte të gjithë nazistët që kishin mbetur gjallë, ata që kishin për krime kundër njerëzimit, flas për ushtarët, flas për policisë e lartë që kishin dhënë urdhra për vrasje dhe gjykimin, djegjen dhe torturat e miliona njerëz. U dënuan tek. Obsesioni Eichmann pra synonte të zhdukte çdo hebrej që ishte në Evropë, që fiksuar për gjë. Dhe ajo çfarë ne synojmë, ajo çfarë psikologët dhe shkenca, logosi i botës synojnë, është që të racionalizojë arsyen përse Eichmann e bëri këtë gjë. Përse edhe i jep shumë ide komplekse në lidhje me arsye, përse Eichmann e ideu këtë gjë. Normalisht psikologjia do ta lidhë tek këtë gjë me një fëmijëri të keq. Ka kaluar një person i cili ka kaluar një fëmijë të keq, një person i cili është dhunuar kur ka qenë i vogël, ka kaluar një fëmijë një vështirë etj. Dhe normalisht e ka bërë këtë njeriu që është sot. Pra ka një shkak të gjë. Dhe shkaku është këtu, pra mënyra se si është arritur.
Ndërsa kjo gjë ndodh në ca raste. Ajo që neve zbulojmë është nga përgjigja e vet Adolf Eichmann. Ai tha, mos u përpiqni të gjeni arsyet e mia pse unë e kam bërë këtë gjë pas këtyre gjërave. Arsyeja pse unë e kam bërë këtë gjë është sepse unë thjesht kam dashur ta bëj këtë gjë. Unë kam kaluar një filmëri të mrekullueshme, një rinit të mrekullueshme, jam shkolluar në shkolla të mira, prindërit e mi janë sjellë shumë mirë me mua, unë kam rritur me shumë dashuri. Unë e kam bërë këtë gjë sepse unë kam dashur ta bëj këtë gjë. Se thjesht. Zemra e njeriu, thotë Bibla, është ajo që njeh më shpesh. Sot bota dhe neve këtë gjë përsërisim, edhe mua pëlqen ta përsëris shpesh. Bota e thotë të bësh çfarë thotë zemra. Bibla thotë zemra e njeriu të njeh më shpesh se çdo gjë tjetër. Martin Luteri thotë zemra e njeriu është një fabrikë idhësh, të vazhdueshme, me cilën ti duhet të luftosh së pari. Ai që ne luftojmë çdo mëngjes, çdo ditë nga nisë ndarë zemra e jonë, por mos e lëmë që zemra jonë të mbushe me gjëra të kësaj bote. Don Erickson kur ishte këtu, në predikimin që ai bëri predikim për çfarë? Për urtësinë, për dijen. Edhe përmendi Thomas Eliotin, poetin dhe shkretarin famshëm britanik, të shekullit 19-20, dhe i cili bëri pyetjen e famshme: ku është urtësia që kemi humbur në dije? Dhe ku është dija që kemi humbur në informacion? Çështja është ku është urtësia, ku është mençuria. Se dija, të dish, edhe kesh informacione në gjëra të ndryshme, por urtësia, ku është që e kemi humbur? E kemi humbur. Ne kemi sot, shekulli 21, që shekulli i informacionit. O kemi informacion sot, o s'kemi pasur dhe rëzit s'kemi pas një herë më. Se? Sepse ke iPhone, ke TikTok, ke Facebook, ke çdo lloj rrjeti social që të ti nga paradat imorale që zhvillon shteti shqiptar, shteti Skënderbej me ditën e fëmijëve kundër familjes, tek protestat në Zvërnec, del tek në Iran, kalo dhe lufta në Ukrainë, shkoti bret gjithë botën në një klikim. Informacioni është i madh. Çështja është që se informacioni është shumë i madh sot, përse është kaq e ulët mençuria, urtësia tek njerëzit. Sepse sot kemi një ulje jashtëzakonshme të mençurisë tek njerëzit. Ne shikojmë këtë gjë dhe ne flasim, diskutojmë me njëri tjetrin, diskutojmë në familje. Si është e mundur të njerëzit sot të jenë poshtë mendërisht. Shikon parlament, të mbushur dhe kjo nuk po ndodhet në Shqipëri tash. Është e bukur shumë, nuk po ndodhet në Shqipëri. Shikojmë në botën e politikës, pra janë njerëz të cilët njerëzit zgjedhin për të drejtuar, për të çuar vendin përpara. Janë njerëz më bosh. Shikojmë në rrjetet sociale, në këto show që ne shikojmë që janë ato të quajtur VIP-a, pa që janë njerëz shumë të rëndësishëm që çfarë të thotë, që janë duke na udhëhequr shpirtërisht dhe mençurisht, njerëz të cilët duke kalojnë numrin 300 fjalë me gjithë fjalorin e tyre. Kaç fjalë kanë? Njerëz pa pikë mençuri. Pra ajo është ai përsupozohet të jetë shembull për mua e për tim tim. Çfarë ndodh? Libri i fjalëve të urta na jep diçka rreth kësaj mendje ngushësie dhe egoizmi të kënaqësive toksore. Fjalët e urta 5:22 jep një paralajmërim për ata që mendojnë se mund të shpëtojnë pasojave të mosbindjes ndaj standardeve morale të veritas. Njeriu krijon standarde morale dhe mendon se mund t'i arrijë paqë. Po fjalët e urta 5:22 thotë paqësia e pabesit e zërat e lart dhe i mbajti lidhur nga zinxhirët demokratik të vet. Më poshtë tek fjalët e urta 14:12 thotë është një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr tek udhët e vdekjes. Është shumë i qartë që Perëndia do të dhënë paralajmërime të sakta rreth asaj që thotë që urtësia e vërtet buron vetëm nga Perëndia. Ai që ka krijuar ty, ka dhënë logjikë, ka dhënë arsye, ka dhënë mendje për ta vënë në punë, dhe ka dhënë një rregull, një ligj të cilin i ke nevojë, sepse duke jetuar në një botë që është mëkatare dhe je i rrethuar nga tullime të mëkati, i ke nevojë për një udhëzim. Është fryma e shenjtë që drejton përmes fjalës vet. Dhe ajo që neve na duhet bëjmë si krishterë, edhe si kish, është që çdo vendim që ne marrim, qoftë financiar, qoftë moral, qoftë në mënyrën se si flasim,
qoftë se si drejtohemi, qoftë se si drejtojmë, qoftë kudo në çdo pozicion i qofshëm, ne duhet të jemi ta kemi fjalën e Perëndisë si etalon, si kushtetut për të drejtuar të gjitha vendimet dhe mendimet tona. Rezultati përfundimtar i paralajmërimeve në dy raste, qoftë kur nuk ka çajë kokë për urtësinë e Perëndisë, qoftë kur duam të kundërshtojmë ligjet morale të Zotit, është i njëjtë. Perëndia thotë, do t'ju gjykoj dhe nuk do të keni asnjë justifikim. Dhe Zoti, vjen tek Nikorinës vetë çfarë thotë? Çfarë mundon në fakt me urtësinë e botës, e cila është bërë e marrë? Unë thotë Zoti, do ta bëj të marrë urtësinë e tyre. Në urtësinë e tyre do t'i bëj të marrë, do t'i lë, çfarë do thotë, do t'i lë mendjen e tyre, të çorëvitë. Nuk ka asnjë drejtimi para ta, nga ana ime. Ata janë pa frymën e Zotit. Dhe ata janë vetëm në mendjen e tyre. Dhe me çfarë djalli u drejton në gjitha rrugët e tyre. Dhe le ta shikojnë se sa të murë do të bëjnë në gjithë shkencën e tyre, në gjithë logosin e tyre. Dhe ne shikojmë që kjo fjalë ka ardhur e vërtet sot. Edhe ka qenë e vërtetë në gjitha kohën. Në gjithë zhvillimin që Zoti Perëndi ka dhënë njeriu, përmes si ka dhënë mendjen, ka dhënë trupin, e njeriu ka krijuar, ka shpikur, është krijuar sipas shembullit të Perëndisë. Por e ka përdorur urtësinë për të kundërvënë Zotin. Në fund fare kemi arritur në këtë sistem ku ndërkohë që ne kemi telefona celulare të jashtëzakonshme, kemi aparatura të jashtëzakonshme inteligjente, njeriu bëhet çdo ditë më shumë budalla. Budallëi me aparatura inteligjente në dorë. Që ka filluar pyesin çape dhe çfarë hajmë për drejt, se çfarë do të bëjmë mas ditë. Pyesin çape dhe çfarë urimi do t'i shkruajmë apo do t'i japim dikujt tjetër që është të mëshme për fyshjen, për vdekjen shpirtërore të njeriu sot. Të mëshme. Kur e mund njeriu të shkruajë në dorë, të shkruajë të marrë kohën. Pse nuk është çështja të qenë një kohë më e mirë se sa tjetra, por janë elementet të cilat njeriu ka harruar, që janë elementet e të ulurit. Zoti thotë, prit, rri të shiko se sa i mirë Zoti. Rri, në anglisht është be still. Rri, qetëso, usho, shiko, reflekto, gjyko. Lëre orarin, lëre orën, atë që ke lënë atë kuptimin, ke një agent të ngjeshur, lëre, ulu dhe shiko. Dhe prit, dhe shijo se sa i mirë është Zoti. Ulu dhe shkruaj mendimet e tua. Ulu dhe merr një kohë për të reflektuar mbi fiqin. Pa e nxjerr aparaturën nga xhepi. Dhe kemi arritur në atë deregje halli sa këshillat e këshilluesve biblik sot, e këshillat e pastorëve që pretendohen të jenë udhëheqësit shpirtëror, të jenë rrini 10 minuta në ditë pa celular, rrini një orë, kaloni gjysmë me njëri tjetrin. A thua se këto gjëra nuk dihen? Pse thonë? A thua se këto gjëra janë harruar? Është harruar, janë harruar, do të thotë duhet të rrimë me njëri tjetrin. Do të flasim me njëri tjetrin, do të kalojmë kohë me njëri tjetrin. Dhe na duhet që të gjithë këshilla mund të prifti tek pastori shkoj për të drejtuar me thellësitë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë për të njohur Zotin krijuesin tim, tek i cili do të shkoj dhe do jetoj në përjetësim me të. Ky është gëzimi i jetës time. Që ta njoh thellën më thellë. Këshillat e pastorëve sot janë si të kalojmë 5 minuta bashkë, 10 minuta më tanë, si të bëjmë të, si të bëjmë atë. Pa u kujdesur për njëri tjetrin, pa u kujdesur realisht për hata dhe gjëra konkrete që ne kemi, që të cilën është edhe nuk i dim nganjëherë. Dhe harxojmë gjithë këtë kohë, mund, energji, para, gjithë gjëra, do të marrim këto gjëra si përfaqësore, të cilat nuk i japin askujt asgjë. Vetëm shpenzojnë, vetëm harxojnë, vetëm trishtojnë. Pse? Sepse kërkojmë që ta bëjmë gjë përmes logosit tonë, dhe jo përmes logosit të fjalës së Perëndisë, që është kryqëzuar, që është marrëzi, që është skandal. Ne nuk duam një ungjill skandaloz. Njeriu do një ungjill sipas botës. Ne sikurse besojmë një ungjill skandaloz, që e skandalizon botën, që e bën të bërë të shkull flokë, të bërë duar në kokë, ja fusi me vrap, që e ndan grurin nga e gjëra. Jo një ungjill të shoqërosur, të përpunuar, që edhe egjëra thot mirë që e ka ta vjen bashkë me grurin, dhe ne dim që janë ngrur të dyja bashkë, dhe i marrin qafë të dyja bashkë. Ungjilli duhet të jetë skandaloz. Ne predikojmë Jezus Krishtin të kryqëzuar.
hapi I parë në ndikimin, hapi I parë në kërkimin tonë për urtësinë, mençurinë e Zotit është dorëzimi I jetës së Jezu Krishtit. Nuk është diçka e re që do të them. Megjithatë do të them diçka të re. Dorëzojeni jetën tuaj në Jezu Krishtin. Nëse jeni ndjekës I Jezu Krishtit, atëherë është përgjegjësia jote personale të kërkosh mënyra për të ndarë urtësinë e Perëndisë me ata që kanë nevojë për ta dëgjuar. Pra pyetja për ne është si ta ndajmë një botë kuptim biblik të urtësisë hyjnore, siç ta doni. Çfarë bëre? Si ta ndajmë pra një botë kuptim biblik të urtësisë hyjnore me një botë armiqësore? Në një mënyrë të tillë që ata të na dëgjojnë, ose pakën disa prej tyre të na dëgjojnë. Dhe përgjigjja e kësaj pyetje është: ne kush ishte? Nuk është prapë po citoj Donin. Shumë e bukur. Ne do të jemi në gjendje të ndajmë urtësinë e Perëndisë kur bota të mund të shohë urtësinë e Perëndisë të jetuar në zemrat tonë. Një zemër që do, një zemër që është e urtë, një zemër që ka këshillin e duhur, atëherë kur duhet dhe si duhet, një zemër që ditë hesht kur duhet hesht, që ditë flas kur duhet flas, një zemër që reagon ndaj padrejtësisë. William Shakespeare thot një zemër e mirë vlen sa ari, dhe Charles Dickens thot një zemër plot dashuri është urtësia më e vërtetë. Nga shkrimtarët më të mëdhenj gjithakora. Po flasim për njerëz të cilët nga shkrimtarët më të mëdhenj gjithakora. Një zemër plot dashuri është urtësia më e vërtetë. Kush është urtësia? E kërkosh urtësinë, sipas Solomonit. Të kesh frikë Zotit dhe të bësh atë që është e mirë. Problemi I njeriu nuk është vetëm errësira e mendjes. S'ditës kemi lexuar shumë. Ka shumë njerëz që nuk kanë lexuar fare libra. Janë merren me rritjen e bagëtive. Merren me punimin e tokës. Dhe po sjell ata vdesin ne. Ta njerëz po të mësishme, nuk është ai filozofi që ndaj mua kom dikom atje me jep devizat e veta. Kam jetuar të do jetoj të pato. Bile do jetoj shumë më mirë. Se sa të kishte po mos ishte dëgjuar fare. Por nuk jeton do të pa bukur. Edhe pa shumë dhe pa të gjëra që prodhon ai fshatari atje. Që e di shumë mirë të punoj tokë, edhe në raste fatësire apo në raste krize, ai është personi që ndjeton, nuk jemi unë dhe ti, që kemi thyer kokën, duke u marrë me filozofi, po them që filozofia është e keqe, apo letërsia, cilën unë, por ne duhet të vlerësojmë që nuk është mendja jonë, nuk është fakti që dikush nuk ka lexuar një libër dhe kjo është për ne. Kto që përmenda nuk kanë lexuar libra. A hit poshtë këtë ide. Ti u shesh nga njerëz të cilët nuk kanë lexuar libra. Fakt. U shesh nga ata. Ata që kanë tokë. Edhe duke qenë unë nuk kam lexuar asnjë libër, unë punoj tokën, nuk ja di sekretet e tokës. Toka është ajo që thonë që ti jep. Toka të jep nafën për makinën, toka të jep arin, të jep perlat, të jep të gjitha, deti po ashtu ai peshkatari. Ne s'kemi komentuar libra, sepse ai nuk marr me jetën. Dhe e njohim jetën në par excellence, në praktik. Tani, neve kemi nevojë për një drejtim të punëve të gjërave. Edhe japim mundësi ca njerëzve që ti shkosh të shkollohesh, të arsimnohesh dhe të bësh të ndosh edhe shpëtirë për ide. Ti ke ide, dikush ka peshkimin, dikush ka tokën dhe prandaj ndahen në vullndi që Perëndia ka dhënë. Mos nga dhënë zotë vullndi për të lexuar, për të mësuar libra, unë kam këtë vullndi. Ty ka dhënë diçka tjetër. Zhvilloje. Si që zhvilloje pjesën që unë e punoj tokën, ashtu zhvilloje dhe ti pjesën tënde në shkencën tënde, në urtësinë tënde, në vullndin tënde. Pra secili nga ne, dikush është ekonomist, dikush është mësues, dikush është bari, dikush është muzikant. Secili nga ne duhet të vlerësojmë. Mos themi që shiko, vetëm bari ja them në këtë botë, ose vetëm muzikant, ose vetëm filozof. Jo, do të jetojmë gjithë diversitet që Perëndia ka krijuar dhe ta çmojmë tjetrin njësoj si vetëm tonë. Siç çmojnë atë profesorit në fakultet, ta çmojnë atë bariun që ruan delen atje. Pse? Të dy ata japin gjëra të ndryshme të cilat kanë lidhje me tjetrin. Problemi nuk është pra tek fakti sa libra ke lexuar ti, sa libra ka lexuar. Problemi është rebelimi I zemrës së të motra. Kur zemra rebelohet ndaj Zotit. Dhe për këtë arsye Perëndia nuk erdhi. Shiko sa interesante është. Nuk erdhi në botë thjesht si filozof. S'është erdhi si filozof, nuk vjen si filozof, bota filozof kërkonte. Nuk vjen si mbret, konkuistador, pushtues, bota atë donte. Ne duam, I kemi shef njerëz që na shtypin. Ne duam shumë.
Njerëz që na dhunojnë, që na marrin pronën, që na marrin tretën, që vënë budallëk në parlament dhe të mençurit i nxjerrin jashtë. Ne duam shumë të. Skandaloze për ne, nuk heq që kujdese për ne, që na do ne, që sakrifikon për ne. Perëndia erdhi si shinj për të krijuar. Një botë që adhuronte fuqinë, suksesin dhe udhësimin, njësoj si sot, Perëndia shpalli shpëtimin përmes një njeriu të kryqëzuar. Ky është shpëtimi i gjithë botës dhe ky është skandal. Kryqi, vëllezër dhe motra, është thyrje për krenarinë e nëntës. Pali thot, hebrejt kërkojnë shenja dhe grekët kërkojnë urtësi, por ne predikojmë Krishtin dhe atë të kryqëzuar. Hebrejt, çfarë donin? Pse thot hebrejt kërkojnë shenja? Sepse hebrejt donin forcë, majmullim, triumf politik. Kërkojnë një mesia luftëtar që ta ndisnin nga pas me shpatë, siç kishin ndjekur mbretërit e Izraelit së lashti, siç kishin ndjekur Davidin, siç kishin ndjekur Jeroboamin, siç kishin ndjekur të gjithë mbretërit Saulin, të gjithë mbretërit e lashtë me shpatë dhe kishin shparosur dhe vrarë të gjithë popull që kishin përpara. Ta nuk donin një mesia që i thotë duaje armikut tënd. Është skandal pra. Se konceptonte Judeu kërkonte shenja nga tabernakulli të gjëmon dhe të vinte zjarrin dynjas siç kishte ndodhur të çante detin për ta, të vriste ushtria armike. Pra kërkojnë një shenjë, se kështu ishin mësuar. Një mesia luftëtar, kërkojnë një njeri politik që të negocionte me Romën. Kërkojnë një mbretëri toksore dhe një mbret toksor. Prandaj skandalizoheshin kur doj fjalë për një mesia të tillë. Çfarë donin grekët? Grekët donin filozofi, elegancë intelektuale, sistem racional, një përkufizim akademik, asaj çfarë është Perëndia. Çfarë tha Perëndia? Perëndia u dha të tyve diçka që asnjëra pa nuk e priste. Një mesia të vërtetuar në trup. Perëndia që zbret në shtresën dhe nivelin më të ulët njerëzor. Dhe është shumë interesante kjo gjë, për të dyja palët. Por romakët, kryqi ishte poshtrimi më i madh. Kryqëzimi i ruhej vetëm për njerëzit më kriminal dhe më të ndyrë. Dhe Krishti kaloi përmes të dënimit. Për botën pagane, kjo ishte shmënduri, ishte papranueshme. Por hebrejt ishte mallkim. I mallkuar është ai që varet në dru. Iki hebreu, ishte mallkim pra ata ishin mund të perceptojë dot as sot e kësaj dite hebreu se si mund të jesh sot dhe të vish të besesh lakuriq para turmës, të kështyresh, të dhirësh, xhetosësh. Është pa perceptueshme. Njeriu kërkon një Zot që i imponon veten me fuqi. Gjithmonë, por Perëndia zbulon lavdinë e tij përmes vetë krijimit. Kjo është arsyeja pse kryqi vëllezër dhe motra vazhdon të jetë skandal edhe sot. Edhe sot njerëzit duan spiritualitet, por pa Perëndim. Çfarë spiritual? Ju helësirë. Atje bëjmë shumë ata që shohin astronomia. Duan filozofi pa kryq. Që e shpikin vetë. Duan moral pa sakrificë. Kryq pa gjë. Por krishterimi fillon të kryqë aty kur krenaria vdes. Bëjmë krenarinë tonë të vdes, të sa shohim kryqin e Krishtit. Mendja vëllezër dhe motra është dhuratë e Perëndisë, por jo shpëtimtari ynë. Mendja as nuk ka shpëtuar dhe as nuk ka për të shpëtuar njëri. E hapam me sentencë nga historia të treguar se si pikërisht mendja njerëzore ka krijuar gjë më të tmerrshme dhe më imorale në historinë e njerëzimit. Mendja. Ka krijuar që zbita. Ka krijuar mendja. Krisht mendja e rafinuar. Që të kthehet në marrëzi kur është pa Perëndim. Pra mendja është dhuratë e Perëndisë. Por jo shpëtimtari ynë. Dhe duhet të themi qartë një gjë, dhe duhet ta dini ju dhe ta shpalli kur flisni me njerëzit e tjerë. Keni kujdes, krishterimi nuk është anti-intelektual. Krishterimi e gjithë arti, infrastruktura, arkitektura,
I gjithë filozofia dhe i gjithë shkenca moderne, të cilën ne gëzojmë sot me ato aparaturë të famshme që kemi, e gjithë është ngritur mbi krishterinë, është për shkak të krishterinë. E gjithë bolla moderne, perëndimi që ka krijuar gjithë ato, është ndërtuar mbi Biblën. Sepse mendja është dhuratë e Perëndisë. Ka qenë njerëz të cilët kanë përdorur mendjen si duhet. Logjika është dhurata e Zotit. Perëndia e krijoi mendjen. E vërteta nuk ka frikë nga pyetjet. Vin njerëzit dhe ta pyesin. Zoti Perëndi thotë, jepi përgjigje çdo njeriu që të pyet për shpresën e ke. Çfarë do thotë? Tregoj për Perëndis. Jepi përgjigje. Mos e lëshoj as duhet ta tregoj. Beso. Jo, jepi përgjigje. Mësoje dhe jepi përgjigje. Mund përmendim disa nga mendjet më geniale historisë njerëzimit. Agustini Hippus, Thomas d'Aquin, Blaise Pascal, C.S. Lewis, Tolkien dhe ati që era morë Newtoni, shkencëtarë tjerë dhe filozofë tjerë krishterë. Gjithë këta njerëz të cilët kanë kontribuar atë që ne jemi duke shijuar sot. Pse? Sepse ata kuptuan që Zoti që dha mendjen, dhe ata e në fund deri në fund për të prodhuar, për të nxjerrë gjithmonë më shumë. Deri ku mos kishin më. Kisha ka prodhuar mendimtar të mëdhenj njerëzimit. Por ekziston një rrezik i madh që të përdorim intelektin jo për ta dhuruar Perëndin, por për të kontrolluar Perëndin. Kjo është një ka njerëz që e kanë përdorur këtë. Ka një krenari shumë të rafinuar shpirtërore. Kur njeriu fillon të besojë se afërsia me Perëndin madhet me saktësinë e argumenteve. Unë kam më shumë argumente se ti dhe unë jam më afër Perëndisë se ti. Këtë njeriu gradualisht fillon të besojë. Kjo fakt shpesh mund të rezultojë as pak e vërtetë. Ti shtima që ke një informacion shumë të pak, di shumë të pak. Mund ta kesh studiuar shumë të pak. Besimi jot është shumë i madh sa një apo i tjetër që mund të ketë shumë argumente. Është problem shumë i madh. Ferri vëzë dhe motra, Bibla na thotë, e një teologjinë në majtë e kishtave. Nëse ka dikush e një, është djalli. Edhe demonët besojnë në dritën thotë apo. Është puna për besuar, për ta ditur kush. Por nuk ka tendencë, është një poshllok, sepse kanë shkuar përtej asaj që mund të pendohet më. Errësira ka shkuar deri në pikë sa nuk kanë fund prapë. Pra mund të njohësh greqishtë biblike, apologetike, filozofinë, historinë e kishës, dhe prapë të jesh larg zemrës së Krishtit. Sepse shpëtimi nuk vjen nga kultura perfekte, shpëtimi vjen nga hiri dhe shfaqja. Dhe logosi, fjala u bë si u çogo, u mish, nuk u bë libër, nuk u bë libra, seri libra shqiptare. Ungjilli sipas Zotit thotë, në fillim ishte logosi. Dhe kjo fjala dhe trondiste botën greke, për gjithë, filozofisë, organizme. Sepse për filozofët grek logos ishte arsye kozmike, rend universal, ishte parim abstrakt që mbas botën këmbë. Por gjori botën çka të pa imagjinueshme, e thotë, logosi u bë mish, nuk u bë ide, nuk u bë sistem, jo teori, u bë person, mish, si njëri me. Dhe jo vetëm person, po person që shan, person që lodhet, që prek leprozët, që lanë këmbën e shejpëve dhe vdes për armiqtë e tij. Skandali thellohet për botën, duke dhënë një shpëtimtar jashtë perspektivit tonë. Kjo është diferenca mes krishterimit dhe filozofisë pastër. Filozofia të mëson si të mendosh. Është e mirë. Bukur. Ungjilli thret të vdesësh dhe të rilindesh. Kjo është të mësosh. Mund bësh pa njërën, nuk mund bësh pa tjetër. Krishti nuk erdhi vetëm na japi informacion për Perëndin. Vetëm informacion. Informacioni i mirë duhet, por informacioni është diçka që më marr ta vën punë, nuk më punë informacioni që më lexoj dhe më ka. Atë skrijonte puna si lloj mendimi. Erdhi për ta pajtuar me Perëndin, jo për ta dhënë informacion. Për ta pajtuar me Perëndin. Kush është apologetika? Apologetika do të thotë mbrojtja e Ungjillit. Thosh, ta mbrosh Ungjillin para tjerëve. Kush është apologetika më e madhe? Është një kishë i ngjan Krishtin. Kjo është apologetika më e madhe. Kur ti ngjan Krishtin, kjo është apologetika më e madhe. Besimi që ti ke dhe besimi i cili ti jeton.
Dhe në fund bota nuk do të bindet vetëm nga argumentet tona. Shumë njerëz kanë fituar debate, por kanë humbur shpirtin. Kanë mbrojtur doktrinën, por kanë vrarë dashurinë. Ka një kishë e vogël, ka një thjerrje të bukur si ajo. Do bëhet provë mbi shëruar në Ungjillit. Dini për jashtë të shpëndajë Ungjillit. Dani lani me një njerëz. Në fund, pyetja nuk është a ke argument për Krishtin. Mund të mos kesh argumente shumë për Krishtin. Pyetja është a je dorëzuar ti para Krishtit. Sepse mund ta studiosh Krishtin gjithë jetën, dhe prapë të mos zhvillizohesh para tij. Pali ishte një njeri brillant, i arsimuar, farise, por pa Krishtin, çfarë tha? Nuk tha, kam gjetur një filozof të mirë. Ai tha, i konsideroj të gjitha humbje për shkak të epërsisë së njohjes së Krishtit. Të gjitha çfarë di, çfarë kam mësuar, çfarë kam studiuar në tempull, të gjitha gjërat e jurisdiksionit e ligjit që unë di. Të shenjë i diplomuar dhe komplet ata. Tani konsideroj gjitha kohë. Por vetëm unë ajo unë dua, e gjithë jeta ime është të njoh epërsinë e Krishtit. Kjo është jeta ime. Cili ishte të dy. Në fund fare vëllezër dhe motra është vetëm Krishti që na shpëton. Dhe ky Krisht nuk erdhi me shpatë, por erdhi me një kryq. Erdhi dhe vdiq për ne. Vdiq për mëkatarët. Atëherë kur ti ishe rebel, Zoti Jezus dha jetën e tij për ty. Të besosh të në të rrisesh në urinë, ashtu si Pali thotë, të lidhet me këtë, kjo është gjithë kujdesenca e mundësisë në gjërisë. Amen.